Dëshminë për vrasje ka përforcuar Gazmir Ngota. Nuk e di, e njihni këtë person? Jo, nuk e njoh fare. Okej. Gazmir Ngota i ka qëndruar thuajse në të njëjtën linjë versionit të dhënë nga Faik Stojna, vetëm me diferencën që thot nuk e kam vrarë unë. Zjarrin dhe flakën ja ka vendosur Besmir Karaj. Si u duket ky fakt? Po si më duket, çfarë të them tani, absurdo. Çfarë të them? Ai që ka qenë aty e pranon dhe gjykata s'ka fakte ta faktoj. As prokuroria, as policia, nuk e di punë Shqipëri. Gjithsesi dikush do vej në burg. Po fakti që po zvarritet në këtë mënyrë dhe nuk po vihet drejtësia në vend ligjërisht për babain tuaj. Si e perceptoni dhe cili është apeli juaj për gjykatat në kohën kur gjykata e apelit ka kërkuar rikthimin për rigjykim me tjetër trup gjykuese në shkallën e parë në gjykatën e Tiranës? Kam shumë respekt për profesionin edhe të gjykatësve, edhe të oficerëve të policisë, edhe të prokurorëve, profesionet nderuara, por një këshill kisha unë. Masi ti mbarojnë të bëhen, të dalin në punë, këta duhet vend të bëjnë dhe një kurs, një vjeçar minimumi, të bëjnë dhe njerëz. Se ne lindim njerëz. Edhe duhet të vdesim njerëz. Se u bëre prokuror dhe gjykatës nuk do të thotë se të mos jesh me njeri. Këta të bëjnë dhe njerëz dhe të kenë jetën e gjatë. Gjithsesi mos të na e lënë neve në dorë. Nëse kanë fakte dhe nëse janë ata duhet vend vetë brenda, pa i marrë këta. Po nëse si marrin këta, ka forca të tjera natyra që do e dënoj atë që e merit.